Unë nuk jetoja këtu, më erdhi ky propozim i fermës dhe vendosa të shpërngulesha. Ishte unë kam dëshirë që të kem eksperienca të ndryshme dhe thash pse jo. Si ofertë ishte lezetshme, ta provoj. Se jetoja në Barcelonë, kam ardhur këtu vetëm për 4 ditë dhe ngela këtu. Tani, gjatë në jug, do jem shumë gjatë verës, edhe në Tiranë në disa vende. Gjithashtu edhe për modeling, kam pasur shumë oferta. Po si jo? Kush do të alinte këtë portret të mos e vendosë në qendër të fokusit të kamerave, të aparateve. Faleminderit. Më bëhet shumë qefi që për pak kohë brenda fermës mund të zhvillosh një karrierë siç të kishte munguar këtu në Shqipëri. Unë shqiptare jam edhe me gjithë qejf të them të drejtën, kisha qejf që të krija diçka në Shqipëri, pavarësisht se unë synimet i kam për jashtë shtetit, botërisht, me punën që unë kam, DJ dhe producente. Në datën 29 maj, mos të harroj, del kënga ime e parë me një afrikan që quhet Udora.